Pozitë e opozitë u bën bashkë para ditën e sotme për të nderuar 28 vjetorin e epopesë ushtrisë çlirimtare të Kosovës, 5, 6 dhe 7 marsin, të cilët për çdo vit shënohen me aktivitete të ndryshme dhe si vjet është vendosur që të ketë edhe një seancë solemne në nderim të kësaj dite. Krejt në fillim, me qenë se ishte e natyre solemne, në këtë seancë kishte ardhur edhe presidentja Vjosa Osmani, e cila po ashtu bashkë me përfaqësuesin e familjes Jashari, zotin Rifat Jashari, ishin ulur para deputetëve, derisa më pas kur kanë ardhur edhe krerët tjerë të shtetit përfshirë kryeministrin dhe kryetaren e kuvendit. Ajo që është parë dhe është vënë në vëmendje nga mediat është edhe mos përshëndetja e kryeministrit Albin Kurti me presidenten Vjosa Osmani, derisa kështu nuk kanë vepruar kryetaria e kuvendit Albulina Haxhiu dhe ministri i jashtëm Glauku Njufca, njëherësh edhe i përzgjedhuri i vetëvendosjes për postin të cilën aktualisht e mban Vjosa Osmani. Ata të dy pra kanë përshëndetur dhe më pas janë ulur në ulësit e tyre. Seanca ka nisur me intonimin e himnit shtetëror dhe atij kombëtar, më pas me 1 minutë heshtje për të nderuar sakrificën e familjes Jashari dhe më pas edhe pjesa e fjalimeve ku e para e shtetit, zonja Osmani, ka theksuar që epopeja që ky ka qenë një akt i themelit të së ardhmes së Kosovës dhe po ashtu edhe akt i themelimit dhe të ardhmes së Republikës së Kosovës, të cilin liri edhe egzojmësat po ashtu si pasaj, marsi dhe kullat e Jasharëve janë bërë simbol i sakrificës për brezat e tërë, derisa kryetaria e kuvendit Albulina Haxhiu ka theksuar që pa Jasharët dhe pa sakrificën edhe të përveç burrave edhe të grave dhe fëmijëve deri tek fëmijët në djep të kësaj familje nuk do të ishte e mundur liria dhe kjo familje zgjodhi që sakrificën para se të dorëzohej, derisa kryeministri Albin Kurti theksoi që liria ka ardhur vetëm me zjarr dhe me gjak dhe këtë e ka bërë të mundur familja emblematike e Jashari e prekazit të Skenderajt. Derisa nga grupi parlamentar i vetëvendosjes Shqipe Selimi ka theksuar që sa herë vjen data e 5-6-7 marsit dhe data e epopesë, të gjithë jemi me Jasharët dhe po ashtu edhe pretendimet e drejtësisë ndërkombëtare për ta gjykuar luftën e drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës i bën të kujtojnë që edhe në ato raste jemi me Jasharët. Derisa për ata që po gjykohen në Hag, ka folur edhe kryetari i PDK-s në fjalën e tij Bedri Hamza, i cili ka theksuar që përveç sakrificës së familjes Jashari në krye me kryekomandantin legjendar Adem Jashari, nuk do të ishte mundur të vijë deri tek liria edhe pa luftën e drejtë dhe të pastër të Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, derisa ka theksuar që familja Jashari është familje emblematike dhe është mbi çdo post politik, duke pas parasysh në këto javët e fundit të shpërmendur që edhe dikush nga familja Jashari mund të propozohet për president. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Lëmër Abdigjiku ka theksuar që Adem Jashari nuk ishte vetëm një udhëheqës i një grupacioni luftarak, por ai ishte edhe udhëheqës i një epoke të re që do të rilinte pra epokës të lirisë së Kosovës, ndërsa Time Kadria nga Aleanca për Armërinë e Kosovës theksoi që sakrifica e familjes Jashari ka theksuar që dhe ka bërë që bota ndërkombëtare t'i kthej syt ka Kosova dhe të ndalet deri atko zullumi dhe gjenocidi që po bëhej mbi popullatën civile. Derisa pas përfundimit të seancës, sa i përket seancës solemne, sa i përket asaj për thirrjen e presidentit, kemi provuar që të marrim edhe deklarata nga liderët e shtetit, përfshirë Vjosa Osmanin, mirëpo njëjta ka thënë që nuk preferon të flas tani, meqense do t'jallë që krejt fokusit jetë tek seanca solemne për epopenë e UÇK-s. Derisa liderët e tjerë të shtetit, siç është parlamentarja dhe kryeministri, kanë evituar pjesën ku kanë qëndruar gazetarët dhe kanë lëvizur në pjesë të tjera të kuvendit dhe nuk kemi pasur mundësi që të marrim nga ta ndonjë qëndrim, por ndryshe kanë vepruar edhe liderët e opozitës, përfshirë të Bedri Hamza, i cili ka qenë i shkurtër në deklarim duke thënë që nuk kanë një kandidaturë tjetër që do t'i kundërvijnë Konjufcës, por se një gjë të tillë mund ta bëjë edhe vetvendosje, derisa nuk e ka ditur nëse do të ketë ndonjë seancë të re ose jo. Pak më gjatë në deklarim ka qenë Vlora Qitaku, e cila ka theksuar që ata kanë bërë si PDK, pra kanë bërë gjithçka që kanë
pasur mundësi që ta bëjnë, janë ofruar për bashkëpunim, janë ofruar për konsenzus, mirë po një gjë e tillë nuk e ka pranuar Albin Kurti sipas saj, dhe që ai ka dashur një nënshtrim të opozitës, gjë që sipas saj nuk është e pranueshme. Dhe sipas zonjës Qitako ka lënë të nënkuptohet që nuk marrin pjesë në seancën nëse thirrët gjatë ditës së sotme, meqense kandidati i propozuar nga vetëvendosja Glauko Njufta është kandidat partijak dhe për një kandidat partijak nuk kanë sepse ti qëndrojnë për të bërkorumin. Po ashtu edhe lideri i LDK-s pak çaste më parë në një deklarim për Klan Kosova ka theksuar që nuk është parapar një gjë e tillë, nuk është parapar një skenar i tillë edhe në diskutimet që kanë pasur me zotin Kurti dhe në një skenar të tillë nuk do t'i qëndrojnë në sallë për ta bërë korumin për votimin e presidentit, duke ditur që për të votuar një shef shteti duan 2/3 e vota. Mirë po, edhe zoti Abdi Gjiku nuk e ka ditur në rast se do të ketë ndonjë seancë, pavarësisht që është folur gjatë gjithë ditës se mund të ketë në orët e pasdites, mirë po për qëndrimin përfundimtar të partisë që drejton pra të LDK-s ka thënë se do të vendos edhe një herë në rast se thirret seanca. Mirë po parimisht janë kundër një kandidati partijak sikur LDK-ja po ashtu edhe Partia Demokratike. Flamur, faleminderit shumë për gjitha këto informacione që solle.